Mirë, flasim tani fushatën. Po, sa janë gati 6 ditë, po, nga data 11, edhe pse fushata kemi thënë ka filluar, po që gjithsesi të tërë duket sikur janë në terren tani, të paktën këtë po shohim dhe të shohim se si po shfrytëzohet kjo moment. Ka pafund shtrëngime duarsh, përqafime, premtime. Po, të tërë janë shumë të dashur, shumë e vërtet. Kështu që me arrestimin siç e bëjmë për herë për të bërë këto analiza dhe për të parë si shkojnë nga të dyja kampet, sidomos, se si është kjo situatë, shohim pak edhe tani. Mirëmëngjes Aristina. Kush dominon në këtë javë të parë fushatën zgjedhore, Aristina? Duhet thënë që ka ditë që zoti Berisha është me më shumë aktivitete, por nga ana tjetër ka ditë që edhe kryeministri zhvillon shumë takime publike apo me grupe interese të saktuara. Mesatarisht kanë një mesatare gati deri në 3 aktivitete në ditë, por siç e thash, ka nga ato ditë që demokratët zgjedhin që të bëjnë më shumë aktivitete si në kryeqytet, por edhe në rrethe. Flasim gjithmonë këtu për aktivitetet e zotit Berisha, pra të kryetarëve të partive të zotit Rama, pra kur është vetë dhe kur bëhen publike, pasi ato sigurisht ka një agjendë, le të themi, shumë të gjerë dhe shumë të ngarkuar, por zgjedhin vetëm disa takime ku ka shumë njerëz apo takime ku duan të përçojnë mesazhe sa i takon pjesës programit të tyre elektoral apo premtimeve të tjera që ato kanë, dhe sigurisht aty aktivitetet bëhen publike dhe transmetohen live në televizione apo edhe në rrjetet sociale. Duhet thënë që janë shumë të kujdesur partitë sa i takon këtyre aktiviteteve, përcjellin vetë të gjithë aktivitetin live, shpesh herë njoftimet janë edhe në minutën e fundit, pra ti nuk e di thjesht kur sheh të vjen në telefon në i mesazhe që zoti Rama apo zoti Berisha del pas pak ndiqen i live dhe japin vetëm titullin e aktivitetit, kështu që edhe kjo mbetet një pikë tjetër shumë e rëndësishme sa i takon marrëdhënies media dhe këto aktivitete pra që bëhen nga partitë politike, këto takime elektorale. Duhet thënë që këtë javë ndër takimet më kryesore kanë qenë hapja e fushatës. Zoti Berisha e ka hapur në datën 11, ndërkohë që zoti Rama në datën 12. Në datën 11, aty ku opozita në fakt bëri, le themi, një çelje fushate që e kishim parë si skenë shpesh herë, ashtu të njëjta i bëjnë demokratët ndër vite, por këtë herë ndryshe surpriza ishte ardha e strategut Kris Lasivita, i cili mbajti edhe një fjalim mjaft shkurtër, por që pati një mesazh të shumë të rëndësishëm. Ndërkohë që nga ana tjetër kryeministri Rama zgjodhi posaçërisht vetë datën 12 duke përfituar me 12 hyjet e Bashkimit Evropian, por edhe me 12 qarqe që bën atë performancën që besoj gjithë e kemi parë në shesh me këngë dhe valle, por edhe me premtime, me projeksione. Sa prova janë bërë për ato kërcimet në grup sidomos? Ka natyrale. Ishte diçka natyrale, ka thënë Partia Socialiste, mbahet edhe në 2021-shin, edhe këtë vit mbahet për timonin, për daullet, pra për gjitha këto tepsin. Kemi parë Ministri Rama që sa herë ka ndonjë inaugurim rruga apo inaugurim të një investimi pra që ka bërë qeveria, gjithmonë e presin me daulle, valle, kështu që ishte diçka që e pritshme, qoftë nga Partia Socialiste, por edhe nga Partia Demokratike sa i përket hapjes zyrtare të fushatës, mënyrën se si ata e bën.